Mirëmbrëma të nderuar, zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Rusia sulmon me dron dhe raketa kompleksin e diplomatëve në Kiev, ku banon ambasadori shqiptar. Tirana zyrtare dënon agresionin ushtarak. Kryeministri Rama premton se Shqipëria do t'jetë antare e Bashkimit Evropian brenda vitit 2030, akuzon opozitën se bëri përpjekje për të sabotuar procesin. Një emigrant nga Bangladesh i humbi jetën nga asfiksia në Durrës, ndërsa shoku i tij nga Kenia plagose të rënd zjarri në magazinën e fabrikës së skafëve. Shqipëria është gati për një sezon turistik me pritshmëri të mëdha. Shëngjini, Darzeza dhe Librazhdi hapin dyert për vizitorët vendase të huaj. Vijmë të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Një kompleks rezidencial në Kiev, ku banon edhe ambasadori shqiptar Ernal Filo, është goditur me dron dhe raketa nga ushtria ruse. Fatmirësisht bombardimet shkaktuan vetëm dëme materiale. Ndërkohë në Tiranë, ministri i jashtëm dënoi sulmin, ndërsa ambasadori rus është thirrur për të dhënë shpjegime. Rusia ka ndërmarrë një tjetër sulm masiv me raketa balistike dhe dron ndaj Ukrainës, duke goditur objektiva civile diplomatike. Gjatë sulmeve është goditur edhe kompleksi rezidencial ku banon ambasadori shqiptar në Ukrainë, Ernal Filo, i cili fatmirësisht ka shpëtuar. Ministri i jashtëm Ferit Hoxha reagoi ashpër duke dënuar sulmin. Shqipëria dënon me forcë një tjetër sulm brutal në shkallë të gjerë me raketa balistike dhe dron të nisur mbrëmjen e fundit nga Rusia ndaj objektivave civile në Ukrainë, në një shpërfillje totale të jetës dhe dinjitetit njerëzor. Këtë herë u godit kompleksi rezidencial ku banon ambasadori i Shqipërisë në Ukrainë, duke vënë jetën e tij në rrezik serioz. Kjo është e papranueshme. Targetimi i zonave civile dhe vënia në rrezik e personelit diplomatik përfaqëson një përshkallëzim të rënd dhe një tjetër kujtesë të zymt të kostos njerëzore të agresionit të vazhdueshëm të Rusisë. Hoxha shprehu edhe njëherë mbështetjen për Ukrainën, ndërsa në lidhje me ngjarjen bëri të ditur se ka thirrur ambasadorin rus për shpjegime. Shqipëria do të vazhdojë të qëndrojë fort pranë Ukrainës dhe përsërit mbështetjen e saj të palëkundur për sovranitetin, pavarësinë dhe integritetin territorial të Ukrainës. Ata që janë përgjegjës për këto sulme duhet të mbajnë përgjegjësi. Ambasadori i Federatës Ruse në Shqipëri është thirrur për shpjegime. Ky sulm konsiderohet një përshkallëzim i rënd i agresionit rus dhe një kërcënim serioz për personelin diplomatik. Sipas autoriteteve, bombardimet lan pas disa viktima, si dhe plagosën të paktën 83 persona. Brenda vitit 2030, Shqipëria do të bëhet antare e Bashkimit Evropian. Deklarata vjen nga kryeministri Rama, i cili tha se qeveria do të bëjë çdo gjë për të arritur këtë objektiv. Kryeministri akuzoi edhe opozitën që sipas tij tentoi ta sabotonte procesin, por nuk ja doli dot. Konferenca ndërqeveritare e 26 majit ishte në fokus të podcastit të kryeministrit Edi Rama këtë të diel. Ai nënvizoi se tashmë vendi ynë ka hyrë në fazën përfundimtare të negociatave. Kemi ngjitur një tjetër lartësi të vështirë, drejt majës ku do të arrijmë me çdo kusht brenda kësaj dekade dhe ku do të vendosim flamurin e Skënderbeut dhe të Ismail Qemalit aty në oborin e shtëpisë madhe të Europës së Bashkuar. Kryeministri akuzoi sërish të opozitën, që sipas tij tentoi të bllokonte procesin me qëndrimet e saj. Molotovarët e Tiranës u lshuan të dëshpëruar në një ofensiv të pashoqe energjie negative, u lshuan rrugëve për ta djegur me do e mos Shqipërinë në sytë e botës, gëzonin si fëmijët kur fotot e kazanëve me flak apo të molotovëve të flakadanëve që hidheshin nëpër Tiranë bënin xhiro në median e botës. Mblidh benzinë, hidh bombë artizanale me vandal të paguar. U lshuan po ashtu kanaleve, portaleve të Shqipërisë për t'i helmuar shqiptarët. Mblidh dhe hidh jarg urrëtie politike. Rama bëri me dije se Shqipëria do të përfitojë edhe 49 milion euro të tjerë nga Brukseli në kuadër të planit të rritjes. Plani i rritjes është një plan financimi mbi bazë rezultatesh dhe janë rezultatet certifikuara nga Komisioni Evropian të padiskutueshme në objektivitetin e tyre.
Shënimet e kësaj jave të podcastit flasim, kryeministri Rama i solli ndryshe, pasi video erdhi nga Tokyo, ku ai zhvilloi një vizitë zyrtare. Sali Berisha tha këtë të diel se zgjedhja e tij në krye të Partisë Demokratike u bë sipas parimit një antar një vot, edhe pse ishte i vetëm në gara, i akuzoi socialistët se nuk bëjnë zgjedhje dhe se diktohen vetëm nga Edi Rama. Votat e 40.000 demokratëve që rikonfirmuan në krye të Partisë Demokratike për Sali Berishën është shembulli i një procesi të lirë dhe bën dallimin me forcat e tjera politike. Me anë të një reagimi në rrjetet sociale, Berisha sqaroi se zgjedhjet për kryetarin e PD të zhvilluara të shtunën u bazuan tek antarësia. Në Shqipëri janë dy parti të mëdha. Partia Demokratike i zgjedh drejtuesit bazuar në demokracinë direkte dhe voton me parimin një antar një vot në çdo proces zgjedhor. Kurse Partia Socialiste apo Partia e Krimit ka zëvendësuar votën e antarëve me emërimin dhe fuqinë e krimit. Kreu Demokrat ironizoi dhe mazhorancën, që sipas tij diktohet vetëm nga një person, kryeministri Edi Rama. Kjo është e vërtet kudo në botë, por jo në diktatura. Në diktatura totalitare apo autoritare, kryetari është Zeusi, e për Zeusin nuk votohet, dhe kjo ndodh edhe në Shqipëri me partinë Krim. Berisha kritikoi ashpër qeverinë dhe mazhorancën, duke i akuzuar për lidhje me krimin, ndërsa ka shtuar se opozita, sipas tij po përballet me sulme të vazhdueshme politike dhe mediatike. Zjarri i rënë në magazinën e një fabrike skafësh në Durrës i mori jetën një emigranti 25 vjeçar nga Bangladeshi, ndërsa një punëtor tjetër nga Kenia është plagosur rënd. Dyshohet se ngjarja u shkaktua nga shpërthimi i bombës së gazit. Një ngjarje e rëndë ndodhi mëngjesin e kësaj të dielën në zonën e Flakës në sektorin Rinia në Durrës, ku një zjarr i rënë në ambientet e një magazine ka shkaktuar humbjen e jetës së një të riu emigrant dhe plagosjen rënd të një tjetri. Rreth orës 8 të mëngjesit, flakët përfshin ambientin e gatimit të subjektit si pasojë e shpërthimit të një bombule gazi. Përpasoj humbi jetën nga asfiksia 25 vjeçari nga Bangladeshi Omar Faruk. Ndërkohë, një tjetër punonjës, rreth 30 vjeç nga Kenia, është transportuar në spital ku po merr ndihmë mjekësore. Në vendngjarje mbritën menjëherë shërbimet e policisë dhe forcat zjarfikse të cilat bën të mundur izolimin dhe shuarjen e flakëve. Ndërkohë, grupi hetimor vion punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Burimet bëjnë të ditur se viktima dhe shoku i tij ishin punonjës në fabrikën e prodhimit të skafeve në Durrës. Një 17 vjeçar është plagosur rënd me një plumb në kokë në banesën e shokut të tij. Ky i fundit në pranie dhe të dy të tjerëve po luante me një pistolet që e mbante pa leje, duke qelluar pa dashje të miturin. Një lojë e rrezikshme me armë zjarri është kthyer në një ngjarje të rëndë, ku protagonistë janë 4 të rinj, njëri prej tyre i mitur. Riger Sylaj, 19 vjeç, kishte thirrur 3 shok në banesën e tij në afërsi të kthesës së Kamzës, në orët e vona të mbrëmjes të së shtunës, ku kanë festuar me alkol. Në këto momente Sylaj nxori pistoletën që kishte pa leje dhe u tregon shokëve. Paditur se ajo ishte mbushur me plumba, ai nisi të bëjë shaka duke ia u drejtuar atyre. Fatkeqësisht Riger Sylaj shkrepi armën dhe plagosi me një plumb në kokë 17 vjeçarin, i cili ndodhet aktualisht në gjendje të rëndë për jetën në spital. Menjëherë pas kësaj 3 të rinj kanë marrë të miturin dhe kanë nxjerrë jashtë oborrit në banesë dhe kanë lajmëruar policinë dhe ambulancën. Në dëshminë e tyre paraprake kanë thënë se kanë qenë duke qëndruar në obor kur kanë dëgjuar të shtëna dhe një nga plumbat ka kapur në kokë shokun e tyre. Por efektivet e krimeve të rënda kanë patur dyshime se të rinjt nuk po tregonin të vërtetën dhe i kanë pyetur sërish dhe me pas ata kanë rrëfyer ngjarjen siç ndodhi. Në pranga ka përfunduar 19 vjeçari Riger Sylaj, i akuzuar për plagosje e rëndë nga pakujdesia, veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës dhe armbajtje pa leje. 2 të rinj të tjerë, përkatësisht 20 dhe 22 vjeç, akuzohen për veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës. Autori i ngjarjes së rëndë Riger Sylaj është djali i një ushtaraku. Pritshmëritë nga turizmi në Shëngjin këtë vit janë shumë të mëdha. Këtë e tregoi dhe numri i lartë i vizitorëve që morën pjesë në aktivitetet hapse të sezonit veror. Shëngjini ka qelur zyrtarisht sezonin turistik. Aktivitetet sportive dhe kulturore si dhe lojrat për fëmijë kanë sjellë atmosferë festive përgjatë shëtitores së qytetit, ku qindra vizitorë dhe turistë u bën pjesë e argëtimit. Pjesë aktivitetit ishte edhe panairi kulinaris, ku operator turistik dhe biznese lokale prezantuan gatime tradicionale dhe produktet karakteristike të Lezhës. Panajirët e tilla janë shumë të rëndësishme sepse ne
transmetojmë traditën tonë tek të huaj. Panaire të tilla janë shumë të rëndësishme, sidomos për turizmin shqiptar, gjithashtu dhe të huaj, edhe është diçka që është gjëja më fantastike që ekziston në Shëngjin. Turistët shijuan produktet më të veçanta të gastronomisë lezhjane, e cila mbetet një nga më të preferuarat nga ata. Janë shumë i pritës edhe afërsia që kemi është plazhi më i afër për ne, pas Tales. Gjithmonë energjia që është lezhë në Shëngjin na u bën me u rikthy çdo vet. Është një destinacion fantastik që mund të zgjidhet këtë verë për arsye sepse ofron turizëm, ofron shërbim, ofron komoditet, ofron gjithçka. Ndërkohë edhe Fieri ka çelur zyrtarisht sezonin turistik me një festë në Bregdetin e Darzezës. Qendra qytetare u bashkuan aktiviteteve festive të organizuara përgjatë fundjavës, me koncerte me muzikë live, gara me kuaj, aktivitete sportive dhe ndeshjet e boksit. Bregdeti i Fierit mbetet një alternativë ekonomike krahasuar me plazhet e tjera të jugut. Turizmi malor është një ndër më të preferuarit për vizitorët në Librazhd, por autoritetet e bashkisë thonë se Krahina ofron edhe shumë gatime tradicionale që duhen shijuar nga turistët. Bashkia Librazhdit ka hapur zyrtarisht sezonin turistik duke promovuar bukuritë natyrore dhe potencialin turistik të zonës, pjesës së cilës janë shpallur edhe monumente natyrore. Produktet bio, gatimet tradicionale dhe muzika popullore janë ndër elementët më të vlerësuar nga turistët vendas dhe të huaj. Librazhdi na pëlqen si qytet e vogël, kështu është e vogël, mirë po e ka një zemër të madhe, ka organizime, ka kulturë, ka njerëz të mirë, bujar, mikprica, na pëlqen ljumi i cili gjarplan nëpër këtë qytet. Është një zonë turistike shumë e mirë, sidomos në fushë student, na çana lënë diçka për shtypja është ushqimi bio. Kryetari i bashkisë Mariglen Disha u shpreh se Librazhdi tashmë nuk është më thjesht një qytet tranzit, por një bashki me turizëm malor të zhvilluar, ndaj pritshmëritë në fushën e turizmit janë të mëdha. Bashkia Librazhdi do të vazhdojë të investojë në infrastrukturë, sepse paralelisht me rikonstruksionin e rrugëve kryesore të fshatrave, ne zhvillojmë dhe turizmin malor. Mendojmë që deri në fund të këtij viti të kemi mbi 300.000 turistë vendas dhe të huaj. Atmosfera festive bashkoi qytetarë, artistë, grupe folklorike dhe biznese lokale, duke kthyer Librazhdin në një pikë tërheqëse për turizmin kulturor dhe natyror. Duke filluar nga dita e hënë, fermerët në të gjithë vendin do të kenë mundësi të aplikojnë për të përfituar nga skema kombëtare e bujqësisë dhe blegtorisë. Për vitin 2026, fondi i vënë në dispozicion arrin në 5.2 miliard lek. Në total janë 16 masa mbështetëse për fermerët dhe blegtorët. Risi këtë vit është fakti që nuk do të ketë më subvencionim me naftë si herët e kaluara. Sipas Ministrisë së Bujqësisë, kjo pritet të kompensohet me rimbursimin e faturave që fermerët do të dorëzojnë tek agrogrumbulluesit. Aplikimet do të bëhen nëpërmjet platformës Albania ose fizikisht në zyrat e ASHBR-s në vend. Në Shqipëri, apartamentet po shiten edhe me kriptomoneda. Ekspertët vërejnë se kjo metodë synon kryesisht klientët e huaj. Normalisht sot edhe pasuritë e paluajshme po bien me kriptomoneda. Nga keshi tek transanksionet bankare në ato me kripto. Në Shqipëri ka dhe individ që preferojnë të shesin pronat e tyre kundrejt monedave digjitale, siç është dhe rasti në foto ku janë listuar prona në qytetin e Vlorës dhe Durrësit. Pjesa tjetër është me kripto, pasi është një pagesë pa gjumurshë, mund të bëhet edhe me kesh, po duke qenë se e dim që gjithë parat me kripto nuk është se gjurmohen, mund të ketë shumë vlerës që i kanë bërë siç mund ta dim apo siç dalin tani nga call centeret me kripto, kështu që në këtë anë kanë shumë kollaj që të paguajnë me kripto, normalisht edhe vlerës të huaj që mund të kenë kripto prap forma e tyre si kanë bërë, para pëlqen që t'i paguajnë pa gjurmë, domethënë pa bazë. Edhe thjesht paguajnë vetëm minimalen sa për të bërë kontratën e shitblet dhe për të marrë pronën në pronësi, kështu që ndaj e përdojnë këtë metodë. Me synimin tek të huajt si individët që janë më të tërhequr drejt pagesave digjitale, pritet që të kenë gjithmonë më shumë prona në vend me mënyrë pagese kriptoje për të tërhequr sa më shumë vlerës. Ku dhe qeveria po merr masat për të krijuar një kuadër ligjor më praktik për këtë kategori. Jo, ka edhe shqiptar, mbile siç e kemi parë kohët e fundit nga call centra që ka shumë sekuestrime, domethënë pasurive, që dalin shqiptarë nga 200 pasuri që janë bosa, ata normalisht që parat e tyre nuk është se kanë nëpërmjet biznesit,
i kanë në format e tyre dhe normalisht mund bëjnë kripto edhe të paguajnë në kripto. Numri portofolive të kriptovalutave në Shqipëri ka rritur në rreth 100.000, ku në platformat të ndryshme po shiten dhe shumë produkte dhe shërbime që zgjedhin kripton si mënyrë pagese, duke filluar nga abonime televizive pirate deri tek orat, kompjutrat dhe automjetet. Kjo ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirëpafshim.